pse gjithë këto raste? Prof, që është ndodhë me neve? A është ndodhë me krejt botën? Apo? Jo, ka në krejt botën, mirë, po ne tani më kemi filluar të shohim pasojat e traumave të luftës. Se pas luftës, kur mund, thëshin që organizatat e ndryshme pasojat i shihnin mas 20-30 viteve, unë personalisht kom thonë, jo bre, mirë liri u knaqëm, që kanë të thonë, apë mirë, po të duke u nisur nga shumë raste në botë që ka ndodhur, periudha post-tranzicionale 30 dhe 50 vite, ne kemi arritur në atë stad ku ka shumë probleme të sotme, ka tipa narcizoid, kemi dhunë të vazhdueshme, nuk është që nuk ka pas më herët, se ka persona, shpesh më thojnë, këta që apo bëjnë dhunë kanë linë mas lufte, mirë po harrojnë që prind kanë qenë të traumatizuar në luftë. Dhe ne jemi marrë shumë pak me këtë kategori. 20 viteve kthehen traumat. Pikrisht. 20, 25, 30 varësisht prej situatës. Edhe ne jemi duke i korrur frytet për shkak se nuk kemi punuar shumë sa duhet më pas luftës. Ti sanojmë traumat, nuk është që shërohen plotësisht, mirë po duhet të menaxhohen dhe sanohen ngadalë.